Ndonjëherë protesta nuk ka pankarta, nuk ka slogane, madje as turp. Ndonjëherë protesta është një performancë në mes të sheshit. Kjo është mënyra që zgjodhen 4 artiste nga Prishtina për të reaguar ndaj padrejtësive në shoqëri. Përmes artit performativ ato krijuan kolektivin Hevit, një zë artistik dhe feminist që prej vitit 2011 ballafaqon publikun me tema si dhuna ndaj grave, barazia gjinore, të drejtat e njerëzit dhe tema tjera për të cilat nuk flitet shumë. Na jemi taku, përveç që jemi motra, jemi dy çifte, motra jemi taku në fakultet arteve, sepse secila prej neve kena studiuar aty. Unë jam taku me Alkedën, kena punu bashkë me një shfaqje si studente atëherë. Moment kyç për krijimin e kolektivit ishte vrasja e Diana Kastratit nga burri i saj, një ngjarje që tronditi opinionin publik. Kur ka ndodhur ajo, për neve ka qenë tronditse ndoshta për shkak që si ngjarje shumë e afërt për shkak që është një çike e Prishtinës që na dhe kena njoft familjen e sajna. Dhe kështu lindi kolektivi feminist Hevit, i përbërë nga Hana dhe Vesa Qena dhe Alket e Arbrore Sylaj, që nga viti 2011 ato kanë krijuar një identitet të veçantë artistik. 4 artistët studiuan në drejtime të ndryshme, regji teatri, dramaturgji, aktrim dhe regji filmi. Fillimisht reagimi i tyre ishte menduar si pjesëmarrje në protestë si çdo qytetar tjetër, por ideja ndryshoi. Ideja e parë ka qenë më shumë protestë kështu normale, se zakonisht me plakata, me brohëritje dhe kena menduar që më mirë është me bëu diçka artistike, e cila është në një farë mënyrë metaforike por edhe goditëse. Pastaj kena vendosur edhe mu vendos në shesh ose në hapësira publike ku ti nuk e njeh publikun, as publiku nuk njeh ty. Kështu lindi performanca e tyre e parë dhe fillimi i kolektivit. Ndryshe nga arti tradicional që zhvillohet në teatr apo galeri, Hevit vendosi ta çojë performancën në hapësirë publike. Reagimet kanë qenë të ndryshme, shpesh në varësi të temës që trajtonte performanca. Nëse kena bëna performancë për shembull për komunitetin LGBT, jo shumë agresiv ndaj neve, por nëse kena bëna performancë për probleme sociale, kështu na kanë dorë rrugë, na kanë përkrak. Kështu që varet çfarë teme kemi prek, ashtu ka reaguar dhe publiku. Për kolektivin, qëllimi nuk ka qenë domosdoshmërisht të ndryshojë menjëherë realitetin, por të hapë debat. Na normalisht nuk mundem me ndryshu situata, po ideja, qëllimi jonë nuk gjithmonë me ngrit pikpyetje ose me hap një lloj diskutimi për atë fenomen. Një nga momentet kur ato e ndjen drejt për drejt reagimin e publikut ishte një performancë pranë fontanës në Prishtinë gjatë një periudhe kur qyteti përballej me reduktime të ujit. Pa të marrë rrobat tona personale, pa të mblaqur te fontana, edhe atë reagimi njerëzve ka qenë shumë i madh, domethënë na kanë përkrahur tepër ble. E më mend se atëherë pat kandiduar shpenda mete dhe pat bollës edhe fushat elektorale për që kam na rikthy, kam ndalë reduktimet. Sipas Hanës, arti mund të ketë ndikim real edhe në ndryshimin e çndrimeve personale. Kur kemi filluar me bëu performanca për komunitetin LGBT, për shembull, shpejtëmi ka pas shumë paragjykime për atë komunitet. Edhe me kalimin e kohës ne të mos u ndalte po performanca, për shembull, mamët e mia kanë ndryshuar mendimin, vëllezërve, domethënë, të nëse mrin me ndryshu mendimin te familja jote, besoj që edhe kështu magjersisht i prek. Edhe pse fillimisht kolektivi u krijua si reagim lokal, shumë shpejt performancat e tyre filluan të prezantohen edhe jashtë vendit. Kur na themelu, kur kena bëu kolektivin, hiç se kena pas idenë me dal jashtë kufive tona, se të reja kena menduar kështu vetë lokalisht, mandena e kena pa kur na kanë filluar me na ftu galeritë ndryshme nëpër Evropë, që në fakt këto edhe si probleme na shta duken neve që janë lokale, por faktikisht janë kështu probleme botnore. Edhe pse sot janë shpërndarë në qytete të ndryshme dhe disa prej tyre janë bërë nëna, kolektivi vazhdon aktivitetin artistik. Tash për shkak që unë jetoj në Tiranë, 2 prej çikave janë bo nana, kështu që jena shkëput pak për shkak jetës personale, po tash në maj për të veturën e cilët kena me bënë një performancë, shesh që kena me hapa. Mande kemi edhe disa thirrje për ekspozita në Tiranë dhe në Gjermani. Pas më shumë se një dekade, aktiviteti Hevit mbetet një nga zërat më të veçantë të artit performativ nga Kosova, sepse për këto 4 artiste, arti nuk është vetëm estetik, është reagim, është pyetje, është sfidë për shoqërinë. Dhe ndonjëherë një performancë në mes të sheshit është mënyra më e fortë për të mos heshtur.